Ekziston një flet letre, vetëm një, e vetme dhe e fundit, që familja e Luan Starovas e ka mbajtur larg syve të botës për vite të tëra, e fshehur ndërmjet faqeve të një libri të vjetër, si një plag që nuk lejon të shërohet. Ata që e kanë para të flet tregojnë se shkrimi mbi të është i çrregullt, i dridhur, sikur dora e autorit tashmë nuk bindej dot mendjes që urdhëronte. Disa fjalë janë nënvizuar 2 herë, me forcë të tillë sa lapsi ka shpuar letrën. Dhe pastaj, pikërisht në mes të një fjalie, shkrimi ndërpritet. Asnjë pikë, asnjë presje, vetëm heshtja e bardhë e letrës bosh. Dikush i afërt me familjen, i cili nuk pranoi të identifikohet, tha me zë të ullur. Ai e dinte diçka që ne nuk e di mende, dhe ajo diçka e tronditi deri në palc. Cila ishte ajo fjalje pa përfunduar? Çfarë sekreti Ballkanit mbart ajo flet, dhe pse familja refuzon ta hap arkën ku mbetet e burgosur? Luan Starova nuk ishte thjesht një shkrimtar. Ishte hafëza e gjallë e një populli të shpërndar nëpër 4 shtete, ishte zëri që fliste kur tjerët heshnin nga frika, ishte urë ndërmjet brezave që rrezikonin të harronin njëri tjetrin. Romani i tij, Koha e Dhive, i përkthyer në mbi 20 gjuhë dhe i çmuar me disa nga çmimet më të rëndësishme letrare të Europës, nuk ishte thjesht letërsi, ishte testament. Ishte thirrje e zgjuar dhe e dhimbshme ndaj kujtesës kolektive të një njerëzimi që mësoi të mbijetojë duke shkruar. Dhe pikërisht kjo madhështi e bënte dramën e fundit të jetës së tij aq më të rëndë. Njeriu që kishte shpëtuar me lapsin kujtimet e një qytetrimi të tërë, u nda nga jeta me një fjalë të papërfunduar mbi tryezë. A ishte kjo rastësi? Apo diçka tjetër? Në oborrin e shtëpisë së vjetër familjare në Strug, atë qytet të vogël mbi brigjet e orit, ku uji është kaq i qartë sa mund të shohësh gurin nëntë, ka rritur një gjallë i vogël me sy të mbenjë të zezë si nata, i cili leconte me zjarr çdo fragment letre që i raste në dorë. Kjo ishte fëmiria e Luan Starovas, e bukur dhe e trisht njëkohësisht, e nder me libra dhe e plagosur me humbje. Babai i tij, Arif Starova, ishte njëri prej intelektualëve më të ndritur të komunitetit makedonës shqiptar të kohës, por edhe viktime e regjimeve të njëpasnjëshme totalitare, që e trajtuan mendjen e lirë si armik publik. Rritja në hijen e një babai të persekutuar la gjurmë të pashlyeshme tek Luani i vogël, gjurmë që ai nuk i fshiu kurrë, por i shndëroi në arti. Ishte viti 1943, kur familja u detyrua të braktisnin Shqipërinë dhe të kallonin kufrin drejt Makedonisë. Luani kishte vetëm pak vjeç, por sytë e tij absorbonin çdo gjë. Lotët e nënës që fshite fytyrën pas shamijes, hapat e paqëndrueshëm të babit, i cili mbante nën sqetull të gjithë pasurinë e familjes, disa libra dhe një blok shënimesh. Pikrisht ai imazh, babai me librat nën sqetull, duke kalluar kufirin si kontrabandist i kulturës, u bë gurtemeli i të gjithë veprës letrare të Luan Starovas. Ai e shpjegoi vetë shumë vite më vonë me atë zë të tij të qetë dhe melodios. Babai nuk bëri gjë tjetër, vetë se na mësoi se libri është i vetmi pasaport që nuk konfiskohet kurrë. Por ama kishte edhe diçka tjetër në atë fëmijëri të shëmtuar nga historia, diçka që Starova rrallë herë cilësonte, diçka që buente nën sipërfaqen e të gjithë romaneve të tij, si uji në ngricat e liçenit të orit. Kishte një frikë trashëguar, biologjike, si gjakosja e brezave. Frika se historia do të kapte nga pas dhe do të fuste sërish brenda ndër 4 mure. Dhe kjo frikë, sipas atyre që e njohën nga afër, nuk e braktisi kurrë. As kur u bë ambasadori i Makedonisë në Paris, as kur çmimet e mbushën raftin, as kur zyra Nobel e citoi emrin e tij si kandidat. A ishte kjo frikë ajo që e bëri të shohë gjëra që tjerat nuk i shihnin? Apo ishte ajo frikë pikërisht e cila e shty drejt zbulimit të fundit, atij zbulimit që lapsi nuk pati kohë ta mbaronte? Nuk e ka thënë kur askush hapur, por kush e njohu Luan Starova nga afër, e di mirëfili. Ai kishte lidhjen e vet të çuditshme me shenjat. Jo në mënyrën banale që dikush varet nga horoskopi i gazetës. Jo, ishte diçka më e thellë, më e errët, rrënjosur ndoshta në atë kulturë ballkanike, ku kufiri ndërmjet natyrores dhe mbinatyrores ka qenë gjithmonë i lëvizshëm e i papërcaktuar. Bashkëpunëtorët e tij nga Parisi, qyteti ku Starova kaloi dekadat më pjellore të krijimtarisë së tij, si përfaqësues diplomatik i Makedonisë pranë UNESCO-s dhe qeverisë frëngjë, tregojnë se ai kishte zakonin e çuditshëm të mos fillonte kurrë punën e re letrare pa kryer disa rituale të fshehta personale. Dikush në zyra e tij pranë bulevardit Saint-Germain, personi i cili sot preferon anonimatin, rrëfen me jehon. Para se të niste kapitullin e ri, Luani dilte gjithnjë të shëtiste vetëm, natën vonë, nëpër rrugët e bëra me kaldrëm të Parisit.
Kthehe herë të tjera me sytë e skuqur, herë të tjera me qetësinë e atij që ka parë ëndrrën dhe i njeh fundin e tregimit. Por ekziston edhe një detaj shumë më konkret, shumë më i frikshëm. Ai detaj që askush nga familja nuk e ka konfirmuar zyrtarisht, por as nuk e ka mohuar me vendosmëri. Thuhet se Starova mbante me vete, gjithmonë dhe kudo, një copë letre të vogël të pallosur, jo fletë e zakonshme, por fragmenti do shkrimit të romanit të parë të tij, i ruajtur si talisman. Ai letër kishte shoqëruar pendat të tij në çdo prezantim ndërkombëtar, çdo ceremoni çmimesh, çdo konferencë letrare nëpër Vjenë, nëpër Stamboll, nëpër Tiranë. Njerëzit e afërt thanë se e shikonte her pas here, sikur po kontrollonte që rruga ishte ende e hapur. Dhe pastaj erdhi dita, ajo ditë e qetë dhe e rëndë në fundi i viteve të 2020, kur copa e letrës nuk u gjet. Nuk ishte në xhepin e xhaketës, nuk ishte mbi tavolinën e punës, nuk ishte askund. Dhe ndoshta është tërësisht e rastit, ndoshta. Por ata që e njohin labirinthikun e mendjes ballkanike dhe askush e njohu këtë labirinth mirë si Starova vet, e din se rastësia shpesh është vetëm emri tjetër i fatit. Ekziston edhe dëshmia e një studenti të ri, sot profesor letërsie në Shkup, i cili kishte pasur privilegjin e rrallë të takimit privat me Staroven pak vjet para lashgjimit të tij. Ai e kujton me saktësi fotografike atmosferën e asaj pasdite. Salla e vogël e bibliotekës personale, era e librave të vjetër dhe e kafes armene, drita e mbrëmjes që hynte këmbë mbi tryezën e madhe të drurit, ku mbeteshin shpërndar dorëshkrime, fjallor, harta të Ballkanit të shekullit të 19. Mes të gjitha atyre letrash, thot profesori, ai mori papritur një carv dhe ma dha duke thënë: "Leksoje këtë pasi të kem shkuar, jo para, pasi." Nuk e dija se çfarë nënkuptonte me pasi të kem shkuar. Mendova se fliste për udhëtim. A ishte udhëtim ai largjim? Dhe a e hapi ky profesor zarfin e misterit? Përgjigja do t'ju shtang. Por që ta kuptojmë pse fjalët e fundit të Luan Starovës kanë peshë kaq të rëndë. Pse ajo fletë pa përfunduar bart brenda vetes diçka që ngjason me profecinë, duhet të kthehemi prapa, shumë prapa, deri tek vitet kur ai shkroi me gjakun e vet mbi letra. Dhe duhet të prezantojmë një figurë që historiografia zyrtare e letërsisë makedonase ka zgjedhur me kujdes ta lënë hije. Kjo figurë sot jeton me emër tjetër, me jetë tjetër, dhe ka heshtur për 30 vjet, deri tani. Ekziston një grua, le ta quajmë Mirela, meqense ajo vetë na ka kërkuar të ndryshojmë emrin e saj të vërtetë, e cila ishte sekretare dhe asistente e ngushtë e Luan Starovës gjatë atyre viteve magjike të punës diplomatike e letrare në Paris, nga vitet e 90 deri në fillimin e viteve të 2000-ve. Mirela ishte ajo që i renditia letrat, i organizonte takimet, i printonte dorëshkrimet para se ai t'i dërgonte botuesve të tij francez e gjerman. Ajo ishte ajo që rrinte gjatë natë kur Starova punonte deri në agjim, duke i sjell kafe dhe duke dëgjuar fjalët e tij të mëdha e të vogla. Ai fliste vetëm kur shkruante, thot Mirela, me zë që dridhet akoma pas dekadave. Jo me zë të lartë, me buzë, si lutje, si dikush që jep llogarin ndaj një gjykate të padukshme. 30 vjet ka heshtur kjo grua, 30 vjet nuk ka dhënë asnjë intervistë, asnjë deklarat, asnjë koment. Dhe tani, për herë të parë, ka vendosur të flasë. Arsyeja e heshtjes nuk ishte turpi, nuk ishte frika nga gjykimi publik. Arsyeja, sipas fjalëve të saj të drejtë për drejta, ishte premtimi. Ai veti kishte kërkuar të mos tregonte asnjë gjë derisa koha të ishte pjekur. Unë nuk e dija çfarë nënkuptonte koha e pjekur, rrëfen Mirela. Mendoja se kishte të bënte me ndonjë projekt letrar, me ndonjë libër që do të dilte pas vdekjes. Por gjëja që mësova pak para largimit të tij ishte krejt tjetër. Ishte diçka për të cilën ai kishte punuar fshehurazi, jashtë çdo konteksti diplomatik ose letrar. Ishte diçka shumë personale dhe shumë e rrezikshme. Rrezikshme. Fjala rambitries sigur i rënd. E rrezikshme për kë? Dhe çfarë lidhje ka kjo me atë faqe të papërfunduar? Por historia e Mirelës nuk është ajo e sekretares besnike që mban fjalën e dhënë. Historia e saj është shumë më e ndërlikuar, shumë më e errët. Dhe shumë qendrave të pushtetit kulturor të rajonit do t'i vinte mirë ta harronin. Sepse Mirela nuk ishte vetëm dëshmitare. Ajo ishte, sipas vetë rrëfimit të saj, personi i fundit me të cilin Luan Starova foli si njeri i lirë, para se diçka, ose dikush, beson ajo, ta bënte atë të mbyllte gojën përfundimisht. Dhe kur pyetet se kush ishte ai dikush, Mirela fillon të trembet. Syt i shkojnë nga dritarja, duart i mblidhen në gji. Ka njerëz që ende jetojnë, thot ajo me zë pothuajse të papërcaktuar. Dhe ata njerëz kanë interes shumë konkret që kjo histori të mos dalë. Pra, ekziston dikush me interes që të mbajë të mbyllur sekretin e Starovës.
dikush konkret, i gjallë, me emër dhe adresë. Dhe historia jonë sapo ka filluar të nxjerrë rrënjët e vërteta nga dheu. Por para se të zbulojmë emrin që do ta bëj secilin lecues të rikujtoj me krejt tjetër sy gjithçka që ka lecuar ndonjëherë nën firmen e Luan Starovas, duhet të kuptojmë se si u ndërtua kjo makeri. Se si njeriu më i ndeshëm i letërsisë ballkanike u gjend, pa e ditur, në qendër të një lloje ku rregullat i kishte shkruar dikush tjetër. A ishte Starova peng apo lojtar? Dhe nëse peng, kush mbante litarin? Për ta kuptuar labirinthin, duhet filluar me fillin e parë. Dhe filli i parë gjithmonë gjendet në fillim, atje ku dhimbja mbjell farat e saj të para. Kthehemi pra tek struga e viteve të 50, tek ai gur shtëpia ku mbërriti familja e dëbuar, tek biblioteka e shpërndarë nëpër kutia shtëpie. Naum Starova, babai, ishte një njeri me staturë të madhe morale dhe shtat relativisht të vogël fizik, siç e përshkruan me dashuri Luani në shumë intervistat e tij. Ishte njeri i cili besonte me fanatizëm, fanatizëm, fjalla e vetme e duhur, se kultura është ajo që mbetet kur gjithçka tjetër zhdukur. Ky besim e kishte shpëtuar gjatë viteve të persekutimit titist, kur emri i tij u fut në listat e dyshimve politik, vetëm sepse kishte guxuar të shkruajë me pengesë ndaj zhdukjes artificiale të identitetit makedono-shqiptar. Por Luan Starova trashëgoi nga jati jo vetëm besimin, trashëgoi e veçmimin e atij besimi. Veçmimi ishte i lartë tepër. Familja Starova u zhvendos nga qyteti në qytet nën presionet burokracisë të regjimit jugosllav, herë shpresonte stabilitetin, herë largohej nga denoncimi i fqinit të xheloz ose i funksionarit të vogël ambicioz. Edhe Luani i vogël e ndjente peshën e kësaj migracioni, edhe kur nuk e kuptonte plotësisht. E ngjente tek mësueset që shikonin pak me dyshim, tek shokët e klasës që ndonjëherë shqiptonin fjalë që nuk duhej shqiptuar para fëmijëve. Isha i ndryshëm, ka thënë vetë, por nuk e dija ende nëse ndryshmëria ishte dhurat apo mallkim. Ky dualitet, dhurat apo mallkim, privilegj apo peshë, u bë zemra e gjithë kozmosit letrash starovian. Romanet e tij nuk janë thjesht kronike familjes ose e historisë ballkanike. Janë meditimi gjatë, i pallodhur mbi pyetjen çfarë i bën njeriu të jetë midis dy botëve, dy gjuhëve, dy identiteteve. Çfarë i bën shpirtit ta mbajë dy emra brenda vetes? Dhe a ka çmim real nga mishi e gjaku për ta mbajtur këtë dualitet me dinjitet? Sipas disa burimeve afër familjes që gjatë viteve të punës pranë UNESCO-s në Paris, Starova filloi të mbledh material për një libër të ndryshëm nga çdo gjë tjetër që kishte shkruar. Nuk ishte roman, nuk ishte ese, ishte, sipas fjalëve të njërit prej këtyre burimeve, diçka midis dëshmi dhe testament. Diçka që ai e cuante vet arkivi i të vërtetave të turpshme. Materiali i mbledhur kishte të bënte me politikat kulturore të shteteve të Ballkanit gjatë shekullit të 20, me mënyrën sistematike si regjime totalitare, nuk vetëm persekutuan shkrimtarët, por i shfrytëzuan ata, i bën instrumente propagande pa e ditur ata vet. Ishte libër me prova, libër me emra, libër me dokumente arkivore, të cilat Starova i kishte grumbulluar me vite nga arkivat shtetërore të Beogradit, Tiranës, Sofjes dhe Shkupit. Dhe pastaj, papritur sipas burimeve tona, ky projekt u ndall. Nuk u botua asnjë resht prej tij, askush nuk e sqaroi arsyen. Dhe Starova vet, i pjetur në intervistat e fundit publike për projektet e ardhshme, u përgjigj gjithmonë me buzëqeshje të lodhur dhe me fjalën magjike. Shihemi. Cili ishte ai lloj frike që bënte të heshte njeriu, i cili kishte kalluar kufirin me librat në sqetull dhe nuk ishte heshtur kurrë. Dhe kush e kishte bindur ose detyruar të mbante gojen mbyllur derisa lapsi i ra nga dora. Nuk ishte e rastit. Nuk ishte as devijim i karrierës, as vendim personal i marrë në heshtje të mëngjesit. Ishte plan. Ishte vendim i shkruar nëpër korridore ku njerëzit e zakonshëm nuk lejohen të hyjnë. Vendim i vullosur me iniciativa zyrtare dhe mbushur me vullnet politik. Nëse do të kërkonit nëpër arkivat e Ministrisë së Kulturës së Maqedonisë, ato arkiva që u rindërtuan me ngut gjatë viteve të 90-të, ku regjistrate vjetër u sistemuan me mënyrë të dyshimt, do të gjendet një seri letërkëmbimesh ndërmjet funksionarëve kulturor të lartë dhe redakturave kryesore të shtëpive botuese jugoslave, duke filluar nga viti 1982. Këto letra nuk flasin drejt për drejt. Nuk shkruajnë Bloko Starovën. Janë shumë më elegant. Dhe pikërisht kjo elegancë e bën shënjimin e tyre aq të qartë për atë që dita lexoj. Ato flasin për prioritizimin e zërave artistik autentikisht makedonas, për nevoja strategjike të trashëgimisë kulturore kombëtare, për shmangjien e kontradiktave identitare në letrat kombëtare. Çdo funksionar kulturor me pak eksperiencë e dinte, kur shkruaj shmangje e kontradiktave identitare, nënkuptoi emri Starova.
Kur flitej për prioritizim të zërave autentik, nënkuptoi heqja e tij nga listat e rekomandimeve. Dhe sistemi funksionoi me qetësi, pa bujë, pa skandal, si makina e mirëlyer. Por çfarë bëri pikërisht Luan Starovën objektiv të kësaj makine të heshtur? Kjo është pyetja që drejtues të shumë fondacioneve kulturore të rajonit preferojnë ta lënë pa përgjigje, meqense përgjigjja rrëzon disa statuja. Sepse Starova nuk ishte i rrezikshëm sepse ishte i keq. Ishte i rrezikshëm pikërisht sepse ishte kaq i mirë, kaq i qartë, kaq i palvishëm nga presionet e momentit. Ai ishte tipi i shkrimtarit që diktaturat e çdo ngjyre e urrejnë instinktivisht e me arsye. Njeriu që shkruan të vërtetën me kaq bukuri sa njerëzit e thjeshtë e kujtojnë dhe e duan, dhe sistemi nuk mund ta akuzojë për propagandë, sepse ai askur nuk u angazhua direkt politikisht. Ishte i paprekshëm, dhe pikërisht kjo e paprekshëri bënte instancat e pushtetit kulturor ta menaxhonin me kujdes, me doreza, me durim të dëmshëm. Mirella, ajo asistente e Parisit, ruan ende sot disa kopje të letrave, jo origjinale theksojmë, vetëm kopjet, që ajo veti fotografoi me aparat të vogël në vitin 1999, kur kuptoi se po ndodhte diçka që nuk duhej harruar. Njëra nga ato kopje është letër e drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, e nënshkruar nga 3 personalitete letrare makedonase, emrat e të cilëve janë ende sot aktiv dhe me ndikim, prandaj nuk i shqiptojmë pa prova të ligjshme të vërtetuara. Ku kërkohej rishikimi i programeve shkollore kombëtare me qëllim harmonizimin e trashëgimisë letrare me vlerat e identitetit unifikues kombëtar. Mes librave të propozuar për heqje nga kurrikula shkollore me justifikimin e ambiguitetit identitar, gjende edhe Koha e Dhis e Luan Starovës. Libri i shpërndar në për 20 gjuhë, libri i çmimit të prestishëm francez, libri i Akademive Letrare të Evropës. Duhej hequr nga mësimi i fëmijëve makedonas sepse kishte ambiguitet identitar. Kush vendosi kaq? Dhe me çfarë autoriteti e moral? Është pikërisht ky zbulim. Zbulimi i një sistemi të organizuar me qëllim minimizimin dhe marginalizimin sistematik të Luan Starovës brenda vendit të tij, ndërkohë që bota e jashtme e vlerësonte me çmime dhe me krenari, që bën pyetjen qendrore të këtij dokumentari edhe më të ngarkuar me peshë. A ishte Starova duke u përpjekur me ato projekt të fundit sekret ta dokumentonte pikërisht këtë sistem? A ishte ai libri i fundit i papërfunduar jo letërsi, por dëshmi? Jo proza, por kallëzim? Dhe nëse po, kush do të kishte arsye të sigurohej se ai libër nuk do të mbërrijë kurrë tek lexuesi? Mendoni mirë para se të kaloni në kapitullin tjetër, sepse emrat do të fillojnë të bëhen konkret. Ishte mbrëmja një dite të rëndomt nëntor, muaji i vjetër i Ballkanit, muaji kur mjegulla bie mbi liçenet si peshë dhe njerëzit flasin me zë më të ulët pa e kuptuar pse. Starova ndodhej në zyrën e tij diplomatike pranë Palais de Chaillot në Paris, dhe sipas disa kolegëve të pranishëm, duke i papërcaktuar, i shpërndar, sikur dikush i kishte thënë diçka që nuk i dalte nga mendja. Ata e kishin njohur prej vitesh si njeri me ritëm të qëndrueshëm e të qetë. Ai nuk nxitohej, nuk trazohej, nuk nxehej as kur diplomatët e tjerë ishin të nervozuar. Por atë mbrëmje nëntor, diçka kishte ndryshuar. Disa orë më vonë u zbulua se cila ishte arsyeja. Kishte ardhur vizitor. Vizitor i panjohur, i paregjistruar, i palajmëruar. Sekretatja kryesore e delegacionit Makedonas pranë UNESCO-s, një grua e moshës 50 e ca vjeçare, me karrierë të gjatë diplomatike dhe reputacion të patmet, e kujton atë mbrëmje me hollësi të pazakontë. Rrëfen se rreth orës 7:30 të mbrëmjes, ku shumica e stafit kishte lëshuar ndërtesën, erdhi në sekretariat një burr i mesit të moshës, me pallto gri të gjatë, veçantë lëkure të zezë në sqetull. Nuk kishte lajmërim paraprak. Nuk kishte emër në listën e takimeve. Ai thjesht dha një zarf dhe tha me shqiptim frëngjisht të ngjyruar nga diçka tjetër, diçka lindore, "Ky është për ambasadorin, vetëm për të." Sekretarja u mundua ta pyeste se nga vinte, si quhej, kë përfaqësonte. Burri buzëqeshe jo miqësore, jo armiqësore, por indiferente si muri, dhe u largua pa shtuar asnjë fjalë tjetër. Nuk u regjistrua emri, nuk u bë proces verbal i vizitës. Nuk kishte kamera në atë korridor, sepse ishin për riparim prej 2 javësh, rastësi sigurisht, rastësi e thjeshtë. Zarfi ju dërgua Starovës, dhe nga ky moment, sipas rrëfimit të sekretares, njeriu i qetë i qëndrueshëm i 200 takimeve diplomatike u bë njëri tjetër. Jo menjëherë, jo dramatikisht siç ndodh në filmat e aksionit, u bë tjetër ngadalë, si uji në zjarrin e ulët. Filloi të mbyllte derën e zyrës kur fliste në telefon, gjë që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Filloi të mbante do shkrimet e tij jo në raftin e zakonshëm pranë dritares, por të mbyllura me çelës brenda sirtarit të poshtëm.
Filloi të anulloj takime letrare, ftesa konferencash, darka diplomatike ku prania e tij ishte pothuajse obligjim institucional. Ishte sikur bikush i kishte treguar skemen e lojës, thot sekretarja, duke zgjedhur fjalët me kujdesin e atij që ka menduar shumë para se të flasë. Dhe loja ishte me rregulla që ai nuk i kishte ditur. Çfarë mbante ai Zarf? Askush nuk e di me siguri. Mirela, e pyetur edhe ajo për këtë epizod, heshton për disa sekonda të gjata para se të thotë. Ai nuk më tregoi asgjë konkrete, por disa javë pas asaj nate mu afroa gjatë punës dhe tha diçka që mbaj mend fjalë për fjalë. Mirela, je e re. Kur të rish sa unë dhe të kesh parë sa unë, do ta kuptosh se ata që të duken se shkruajnë historinë e ardhshme, shpesh janë thjesht instrumente të tjerëve që kanë shkruar historinë tuaj tashmë, shumë kohë para se ju të linisit. Nuk shtoi asgjë tjetër. Mori cantën e punës dhe doli. Ky ishte njeriu i kohës së vive, njeriu i romanit të kujtesës dhe ndjesisë, që fliste si i rrethuar. A kuptoni çfarë nënkupton kjo? Dhe a mendoni se mund ta gjejmë njeriun me pallto gri? Tani mbërrim tek ajo pjesë e historisë që edhe sot, shumë vite pas ngjarjeve, mbetet e klasifikuar jo nga ndonjë dekret zyrtar, por nga një zakon edhe më i fuqishëm se çdo dekret: turpi i rajonit ndaj vetvetes. Sepse historia ballkanike ka shumë turpe, dhe me shumë durim i ka fshehur të gjitha nën tapisin e heroizmit kolektiv. Por tapisi ka fund, dhe filli i tij del jashtë her pas here, kur dikush guxon ta tërheq. Luan Starova kishte nënshkruar gjatë viteve të tij të para diplomatike. Rreth vitit 1993, kur Makedonia e sapashpallur kishte nevojë disperate për njohje ndërkombëtare dhe ndikim kulturor, një seri marrëveshjesh me disa fondacione kulturore ndërkombëtare, marrëveshje që në letër dukeshin standarde dhe teknike, por që mbanin brenda vetes klauzola interesante. Nuk ishte kontrata botuese, nuk ishte kontratë diplomatike, ishte ajo kategori dokumentesh hibrid që nuk kanë emër të saktë juridik, kategoria e atyre marrëveshjeve që lidhen midis strukturave shtetërore dhe aktorëve privat, ku shteti është i ri dhe i dobët dhe ka nevojë urgjente për legjitimitet të jashtëm. Dokumentet origjinale, sipas njërit nga burimet tona, njeri me njohje të drejtpërdrejtë të administratës kulturore makedonase të viteve të 90-jet, nuk janë depozituar ndonjëherë plotësisht në arkivin shtetëror. Një pjesë e tyre mbetet sipas po atij burimi në arkivat private të fondacioneve pritse. Dhe ato fondacione nuk kanë asnjë detyrim ligjor të jenë transparente. Çfarë mbanin ato klauzolla? Sipas rrëfimit të personit ton të informuar, njëra prej tyre, klauzolla e cila bëri më shumë dëm, kishte të bënte me të drejtat e publikimit dhe të shpërndarjes ndërkombëtare të veprave të Starovas. Në mënyrë konkrete, fondacioni ndërkombëtar kishte fituar të drejtën e konsultimit paraprak para çdo botimi të ri, fjalë diplomatike për të drejtën e vetoes. Kjo nënkuptonte se çdo dorëshkrim i ri i Starovas para se të shkonte tek botuesi, kallonte nëpër filtrin e fondacionit. Zyrtarisht, ky filtr ekzistonte për koordinim të strategjisë ndërkombëtare të prezantimit. Në praktik, sipas bulimit ton, fondacioni kishte autoritetin të kërkojë modifikime tematike ose shtyrje kohore të botimit nëse dorëshkrimi rrezikonte të dëmtonte interesat e partnerëve politik të fondacionit. Partnerë që sipas pretendimeve të burimit ton, të paverifikueshme nga ne, përfshinin qeveri të caktuara ballkanike dhe lobe kulturore me interesa shumë specifike. Ishte, me fjalë të thjeshta, e drejta e qarkullimit të mendimit të një shkrimtari të madh e vendosur në duart e njerëzve që ai nuk i kishte zgjedhur, nën kushte që ai nuk i kishte kuptuar plotësisht kur kishte nënshkruar. Dhe kur Starova kuptoi vite më vonë, gjatë asaj periudhe pas Zarfit me pallto gri, se projekti i tij i fundit, ajo arkivi i të vërtetave të turpshme, mund të bllokohej me mekanizmin e asaj kontrate, u bë i qetë me atë lloj qetësie që të frikson. Qetësia e njeriut që e ka pranuar gjendjen dhe e ka kthyer gjakun ndaj saj. Ai nuk u ankua, thot Mirela. Asnjëherë nuk tha jam i robëruar ose jemi traftuar. Por kur e shihej duke punuar pas asaj periudhe, kuptoje se çdo fjalë që shkruante e zgjidhte si guri i çmuar, me kujdes, me maz, me dijeni se mund të ishte e fundit e lirë. Kur studiuesit e letërsisë flasin me admirim për stilin imatur dhe magjepës të veprave të fundit të Starovës, atë densitet poetik ku çdo fjalë duket se mban brenda vetes 10 fjalë të tjera të pathna, ndoshta nuk e din se ato fjalë ishin të matshme jo vetëm nga gjeniu artistik, por edhe nga vigjilenca e dikujt që di se fjalët e tij mund të filtrohen, mund të priten, mund të zëvendësohen. Ishte kodi i njeriut që shkruan në vëzhgim. Ishte arti si rezistencë e veshur me kostum elegancë. A nuk është kjo trishtimi më i madh, se gjeniu i lirë shkroi veprat e fundit si i burgosur? Por historia nuk mbaron me kontratën, sepse Starova gjeti rrugë. Ai gjithmonë gjente rrugë.
Kjo ishte mënyra e tij të qenit ballkanik, e trashëguar nga babai me librat në sqetull. Gjeti rrugë dhe ajo rrugë ka emër, ka datë dhe ka provë. Dhe kjo provë, e ruajtur sot nga dikush që nuk jeton në Ballkan dhe nuk ka asnjë arsye të friksohet nda askush, është ajo që mund ta rindërtoj faqen e papërfunduar. Por a do të lejojë ndonjëherë historia ta plotësoj veten? Apo edhe kjo rrugë e fundit e Starovës do të mbetet e pashkelur si ajo fjalë e ndërprerë mbi letër të bardhë? Rruga që gjeti Starova ishte thjesht si mendja e madhe dhe pikërisht thjeshtësia e saj e bënte të paprekshme. Sepse ndërsa kontratat dhe klauzollat dhe fondacionet me emra të mdenj mbikëqirnin dorëshkrime dhe filtronin fjalë, askush nuk ishte menduar të mbikëqirë një gjë kaq të vjetër dhe kaq pa vlerë juridike saç dukej, një ditar personal. Jo regjistër diplomatik, jo dorëshkrim letrar, jo dokumenti çdo kategorie zyrtare. Vetëm fjalët e një njeriu ndaj vetes, të shkruara natën vonë me laps të zakonshëm, me dorëshkrim të ngushtë dhe të pjerrët, i fshehur brenda kapakëve të lqurës së errët. Dhe dikush, disa muaj pas ndalesës finale të Luan Starovës, kur u hap dhoma e punës për herë të parë nga familja, e gjeti atë ditar. Jo të ekspozuar mbi tryezë, jo mbyllur brenda sirtar, po fshehur në vendin më të pakuptueshëm të mundshëm. Brenda kapakëve të dyfish të një enciklopedie të vjetër franceze, botuar në vitin 1962, e vendosur në radhën e fundit të raftit të sipërm, e mbulluar nga pluhuri 20 vjetëve. Kush e ka atë ditar sot? Familja Hesht, dhe kjo heshtje thot gjithçka. Por ky ditar nuk është thjesht konfidencë private. Sipas personit që e pa, personi i cili si ai profesori shkupit me zarfin kërkon me ngullm anonimitetin, ditari mbante brenda vetes diçka tepër të rëndë për t'u quajtur vetëm shënime. Mbante datat e takimeve të caktuara. Mbante emra të shkruar me inicialet e tyre, jo me emra të plot, por mjaft specifik për t'u identifikuar nga dikush me njohje të botës, diplomatike e letrare të Parisit të viteve të dujamjeve. Mbante, sipas fjalëve të atij personi, ato gjëra që Starova dinte dhe nuk ishte shkruar kur në asnjë libër, jo sepse i mungonte guximi, por sepse e dinte shumë mirë se guximi pa prova është vetëm martirllëk i kotë. Dhe pastaj thuhet, ditari ndai e papritur gjatë vitit 1998, nga shënimet e hershme, relativisht të qeta, kallonte tek një zë i ndryshëm, i xënt, pothuajse i ngjeshur. Zëri i njeriu që ka kuptuar diçka dhe nuk di çfarë të bëjë me atë kuptim. Dhe aty, në mes të asaj zëmtësie, midis reshtave, gjendej fjalla që i dha titull gjithë kësaj historie. Ballkanët mbetën jetim, jo metafor, jo titull libri. Por konstatimi i shpirtthyer i njeriut që kishte kaluar gjithë jetën duke u përpjekur t'u jepte Ballkaneve atë që ata kishin nevojë, kujtesë, kuptim, identitet, dhe tani kuptonte se po largohej pa e kryer detyrën. Cila ishte ajo detyrë pa kryer? Dhe kush e mban sot atë ditar? Kur flasin historianët letrar për trashëgiminë e Luan Starovës, flasin për romanet, për çmimet, për ndikimin. Nuk flasin kur, ose flasin shumë rrallë dhe me zë të ulët për pasurinë. Dhe megjithatë pasuria ekziston. Ekziston si temë suprimuar, e turpshme, e pakëndshme. Sepse Starova nuk jetoi kurrë si ai tip shkrimtari bohemian i cili bëhet kult pikërisht nga varfëria e tij. Ai jetoi si diplomat, si drejtues institucioni kulturor, si autor me kontrata ndërkombëtare botuese, me shtëpi botuese në Francë, Gjermani, Itali dhe Spanjë. Ai kishte të ardhura nga të drejtat e autorit mbi 25 gjuhë, kishte pension diplomatik, kishte honorare konferencash ndërkombëtare. Mbi letër, dhe sipas çdo logjike financiare, duhet të kishte lënë prapa vetes një trashëgjimi financiare të qëndrueshme. Diçka që do t'i jepte familjes siguri dhe do t'i lejonte botimit postum të veprave të papublikuara mundësi reale. Por njerëzit e afërt me familjen, shprehur gjithmonë me atë kujdes tipik ballkanik kur vjen fjalla përpara, hedhin dyshimet e errta mbi gjendjen reale të llogarive. Thuhet se pas largjimit të tij, pas varrimit dhe ceremonive dhe fjalimeve dhe lotëve zyrtar të atyre që kur nuk e kishin respektuar kur jetonte, pas gjithë kësaj teatri, familja u përball me realitetin financiar që nuk priste. Llogaritë bankare, ato që duhet të ishin plot pas dekadave të fitimeve ndërkombëtare, rezultonin të zbrazura ose shumë të zbrazura. Kontratate të drejtave të autorit, ato që duhet të gjeneronin vazhdimisht të ardhura, kishin klauzola që Starova vet nuk i kuptoi plotësisht kurrë. Klauzola të shkruara me gjuhë ligjore franceze, tepër teknike dhe tepër të favorizuara ndaj botuesit. Dhe tarifat diplomatike të mbledhura vit pas viti, ato të ardhura që një diplomat me karrierë kaq të gjatë pranë UNESCO-s dhe pranë qeverisë, frëngjë duhet të kishte akumuluar,
ishin zhdukur në për llogari ndërmjetëse, në për fondacione të ndryshme, në për investime kulturore të kontraktuara me palë të treta. Kush i administronte ato llogari ndërmjetëse? Kush kishte firmosur për ato investime? Dhe kush qante me lotot më të mëdha pranvarimit dhe sipas burimeve të afërta me familjen, 2 javë pas ceremonisë, thuhet se thiri takimin e parë të konsultimit financiar me avokatin e trashëgimisë. Personi i cili qau me lotat më të mëdha pranë arkivolit të Luan Starovës, personi i cili mbajti fjalimin më të gjatë dhe më emocionues, duke e quajtur baba të letërsisë ballkanike, ndërgjegja e gjeneratës dhe zëri i paluftueshëm i popullit, ishte pikrisht ai person i cili kishte qenë prej vitesh administratori kryesor i fondacionit kulturor ku depozitoheshin një pjesë e madhe e honorareve ndërkombëtare të Starovës. Emrin e tij nuk mund ta shqiptojmë pa prova të vërtetuara ligjerisht, por mund të themi se sipas tashethemeve që qarkullojnë në rrethet intelektuale, ai person sot do të jetonte me standard jetese që, disa burime sugjerojnë, nuk do të korespondonte me burimet e tij të deklaruara publikisht. Dhe familja e Starovës, sipas burimeve tona, ka pasur takime me avokat, takime jo për kuriozitet akademik, por për çështje shumë konkrete financiare. Deli ku ka shkuar ajo rrugë ligjore nuk e dim, por e dim se rruga filloi pikërisht kur dikush vendosi të hap sirtar dhe të kontrollojë numrat. A nuk ju kujton kjo histori modelin e njohur? Njeriu i madh vdes dhe miq me fliqësit fshehura prej vitesh dalin jashtë si ujë nga diga e prishur. Duhet të ndalesim pak dhe të vizatojmë portretin real të atij viti të fundit, sepse portreti zyrtar, ai me konferencat dhe mirënjohjet dhe fotografit me dinjitar, nuk tregon asgjë nga ajo që ndodhi pas perdes. Ata që e pan Luan Starovën gjatë periudhës finale të jetës, jo në ngjarje publike, por në takime private, në kafene të vogla, në zura universitare, në korridore bibliotekash, tregojnë histori të ndryshme nga ajo e triumfit intelektual. Tregojnë historinë e një njeriu i cili luftonte me diçka të brendshme dhe të padukshme, diçka që nuk kishte emër mjekësor, por kishte peshë fizike. Ai lëvizte ndryshe, jo si i sëmur, jo si i lodhur, por si dikush që mbart mbi supe një ngarkesë të padukshme, si mbartës i fshehti një peshe që vetëm ai e ndjente. Fjalit e tij, gjithmonë kaq të rregullta dhe të kristallta, filluan të mbeteshin ndonjëherë të hapura, të nisura dhe të pakryera, si dyer që hapen dhe mbeten kështu. Njerëzit mendonin se ishte lodhja e moshës. Njerëzit mendonin se ishte pesha e trashëgimisë intelektuale, por ata që e njihnin mirë e dinin, ishte pesha e diçkaje të pathënë. E diçkaje që ai kishte vendosur ta toshte dhe ja kishin bllokuar rrugën. Ka një imazh i vetëm, fotografik, jo letrar, që tregon shumë. Është fotografia e bërë gjatë një konference të vogël letrare në Shkup, 2 vjet para largjimit të tij, fotografia e bërë nga një fotoreporter i ri, i cili rastisht ishte prezent pa ftesë të veçantë. Në atë fotografi, Starova del ndërsa komunikon me dikë jashtë kuadrit. Por ajo që vëre syri i trajnuar nuk është goja e tij apo duart e tij, është lapsi. Sepse Starova mban lapsin e tij të zakonshëm. Ai lapsi vjetër i drunjzuar që e dinte çdo gazetar dhe student letërsie që kishte parë ndër vite. Dhe e mban atë me kapjen e fortë, të ngushtë, si dikush që friksohet se mund t'i rrëshqas. Kapja e saj nuk është kapja e shkrimtarit që pret inspirimin, është kapja e atij që friksohet të humbas edhe instrumentin e fundit. Dhe ky imazh, lapsi i mbajtur me atë forcë disperate, u bë pa vetë dijen e fotografit dhe subjektit parashikimi vizual i gjithë dramës që po vinte. Sepse lapsi do t'i bjerë nga dora, do t'i bjerë kur nuk do t'a pres, dhe midis kësaj fotografie dhe asaj rënieje ndodhi gjithçka që nuk tregon asnjë biografi zyrtare. Cili moment konkret e theu lidhjen ndërmjet Starovës dhe lapsit të tij. Ekziston një kasete audio, jo metafor, kasete fizike e vogël e zezë me shirit magnetik brenda, udhoi kasetave që njerëzit e brezit ton i njohin nga vitet 80 dhe 90. Kjo kasete, sipas rrëfimit të personit që e ka mbajtur me vete për vite me radhë, u bë në Paris në zyrën private të Starovës gjatë vitit 1997. Nuk ishte regjistrimi planifikuar, nuk ishte intervistë, ishte diçka spontane dhe e çuditshme. Starova kishte marrë magnetofonin e vogël nga sirtari dhe kishte filluar të flasë me zë të lartë, vetëm, ndërsa ndodhej vetëm në zyrë. Mirela, asistentja e re e cila kishte ardhur të ndihmonte me renditjen e arkivave pas largjimit të tij, e gjeti atë kasete pa dashje muaj të tëra pas regjistrimit. E dëgjoi, dhe ajo që dëgjoi ndryshoi kuptimin e çdo gjëje tjetër.
Mbi kasete, Starova flet në shqip, jo makedonisht, jo frëngjisht, por shqip, gjuha e shtëpis, gjuha e fëmjeris, gjuha e babait me librat në sqetull. Dë flet me zë të lirë, sikur kamera nuk shikonte, sikur bota nuk dëgjonte. Flet për një dokument konkret, dokument të cilin ai e kishte parë me sytë e vet, e kishte mbajtur në duar, ve e kishte kthyer sërish sepse nuk e kishte pasur guximin ta mbante. Ky dokument, sipas fjalëve të regjistruara, ishte listë me emra. Lista e shkrimtarëve, poetëve dhe intelektualëve të rajonit ballkanik, të cilët kishin bashkëpunuar me shërbimet sekrete jugosllave gjatë viteve 60, 70, 80, jo në detyrim, por vullnetarisht, duke raportuar mbi kolegët, mbi bashkëpunëtorët, mbi miqt. Lista ekzistonte. Starova, sipas asaj kasete, nëse kaseta është e vërtet, e kishte parë. Dhe thuhet se disa emra mbi atë listë ishin emra të njohur. Emra të njerëzve që ishin ende gjallë, aktivisht të angazhuar në botën kulturore të rajonit, të çmuar me mirënjohje kombëtare dhe ndërkombëtare, me bulevard dhe bibliotekat e emëruara pas tyre. Nëse ai dokument dilte në dritë, shumë statuja do të binin, shumë karriera do të mbaronin, dhe shumë njerëz me ndikim shumë konkret do të kishin shumë arsye shumë konkrete të bënin çdo gjë të mundshme për të mbajtur atë dokument të fshehur. Por kjo nuk është gjëja më shokuese e asaj kasete. Gjëja më shokuese vjen drejt fundit të regjistrimit, kur zëri i Starovës ndryshon tonin, bëhet më i ullët, pothuajse i shpërndar, si dikush që i jep fund një monologu të brendshëm shumë të gjatë dhe shumë të mundimshëm. Dhe tot, sipas Mirellës, e cila në një bisedë private me burimin ton, citoi fjalë për fjalë me zë të ngushtë. E di kush e ka atë listë sot. E di emrin, dhe e di se ai person ishte miku im i parë, dorën e të cilit ja zura kur isha i vetmuar dhe i ri dhe i friksuar në një qytet të huaj. E di gjithë këtë, dhe nuk di çfarë të bëj me të. Pastaj regjistrimi ndalet. Klik. Heshtje. Miku i parë, ai njeri krah të cilit ja zuri dora kur ishte i ri. Miku ishte tradhtari. Miku ishte Juda. Fsheh kaseten pas asaj dite. Jo e rrënoj. Fsheh kaseten pas asaj dite. Jo e rrënoj. E fsheh. E vendos në vend të sigurt me adresë që asnjë person tjetër nuk e di. Dhe vendos të heshtë. Jo sepse nuk e di çfarë ka dëgjuar, por pikërisht sepse e di. Ky është lloji i dijes që nuk të çon asgjë kund, dhe të çon kudo njëkohësisht. Dija e të vërtetës pa mjetin e mbrojtjes, pa strukturën ligjore, pa mburojjen institucionale. Ajo grua kishte 20 e ca vjeç, kishte karrierën para vetes, kishte familjen dhe shëndetin dhe gjithë arsyen e botës të heshte. Dhe heshti. 30 vjet. Deri tani. Por heshtja e Mirellës nuk ishte e vetmja heshtje, sepse historia e kasetës kishte edhe të tjerë që dinin, që kishin dëgjuar fjalë gjysmë të thëna, që kishin parë dokumente të mbyllura me nxitim, që kishin zëra pa emra, ngjyra pa forma. Kishte profesor universitar të cilët kishin filluar të hullumtonin historikun e atyre fondacioneve kulturore ndërkombëtare dhe kishin dallur pa pritur, pa shpjegim, pa artikull final. Kishte gazetar të cilët kishin filluar të bënin pyetje dhe kishin marrë jo si përgjigje, jo të thjeshtë, jo agresive, por atë lloj jo-je që vjen me një buzëqeshje të lodhur dhe me kuptimin e heshtur, jo nëse kujdesesh për karrierën tënde. Kishte akademik të cilët kishin shkruar disertacione dhe pastaj kishin tërhequr vullnetarisht disa kapituj para mbrojtjes. Sistemi nuk ishte nevojë të ishte brutal, ishte mjaft i durueshëm dhe i gjerë dhe me memorie të mirë. Dhe pikërisht ky sistem, ky mekanizëm i heshtur i kontrollit intelektual, ishte ajo që Starova kishte dashur ta dokumentonte me arkivin e të vërtetave të turpshme. Jo si akt hakmarrjeje personale, jo si skandal, por si dëshmi historike, sepse thoshte vetë me zërin e qetë të babait të tij, ato gjëra të cilat nuk dokumentohen nuk ndodhen kurrë, dhe ato gjëra që nuk ndodhen kurrë ndodhin sërish gjithmonë. Ishte logjika e shkrimtarit të madh. Shkrua jo për sot, por për nesër, jo për veten, por për ata që do të vinë pas. Dhe ishte pikërisht kjo logjik që bënte projektin e tij të rrezikshëm jo vetëm për individ, por për një mënyrë të tërë të menaxhimit të kujtesës kolektive ballkanike. Por ja ku është paradoksi i plot dhe i hidhur i historisë. Njeriu që kishte shkruar 30 vjet për kujtesën, për detyrën morale të kujtesës, për çmimin e lartë të harrimit, për gërmadhat njerëzore që lë pas vete humbja e identitetit, u largua me kujtesën e tij të pambrojtur. Projekti i tij i fundit mbeti i pabotuar. Ditari i tij mbetet i fshehur brenda enciklopedisë franceze. Kaseta e Mirellës mbetet në atë vend të fshehtë pa adresë. Dhe faqja e fundit, ajo faqe me shkrimin e dridhur dhe fjalën e papërfunduar, mbetet brenda librit të vjetër si plag pa mbyllje. 3 prova, 3 rrugë drejt të vërtetës, 3 mënyra për të kuptuar se çfarë e njohu njeriu para largjimit të tij dhe çfarë nuk lla kohë
ose nuk ju lako, ta shkruante deri në fund. Vetani shtrohet pyetja që ka pritur gjatë gjithë kësaj rrëfimi, prapat çdo fjalje dhe çdo heshtjeje. Nëse të trija ekzistojnë, ditari, kaseta, faqja, kush do të guxojë t'i bashkojë? Dhe kush ka arsye të sigurohet që kjo bashkim të mos ndodh kurrë? Mjeku nuk flet lehtë. Mjeku nuk flet kur lehtë kur e di se çfarë ka nënshkruar dhe çfarë ka heshtur. Por kur buzët e tij filluan të lëvizin, atë mbrëmje të vonë kur burimi ynë u ul për ballti në kafenë e vogël të Shkupit, larg kamerave dhe lart mikrofonave zyrtar, fjalët dollën si ujë i mbajtur shumë gjatë prapadiks. Unë e kam parë karteun e tij, tha ai me zë kaq të ulët, saq duhet ta kisha pasur veshin gati në buzët e tij. E kam parë dhe nuk e kam gënjur kurrë me shkrim. Por ajo që nënshkrova nuk ishte e vërteta e plot. Ky mjek, neurolog me karrierë të gjatë, sot i dal në pension, ishte një nga personat e rrethit të ngushtë mjekësor që i bëri vizita të rregullta Luan Starovës gjatë 5 viteve të fundit të jetës së tij, ku shkrimtari kthehej nga Parisi me rregullsi në Makedoni. Emrin e tij e kemi, nuk e japim. As ai nuk e lejon, as rregullat e drejtësisë nuk na lejojnë. Por ajo që na tregoi nuk mund të lihet pa u thënë. Gjatë viteve të fundit, Starova vuante nga një gjendje mjekësore që personeli i afërt e njihte mirë, por publiku nuk e dinte as pak. Gjendje e cila, sipas rrëfimit të mjekut ton, ishte shumë më serioze se ajo që paraqiste kartella zyrtare. Nuk bëhej fjalë për sëmundje terminale të re, siç mund të mendojë dikush, bëhej fjalë për një proces të gjatë të ngadaltë, i cili kishte filluar shumë vite më parë dhe ishte menaxhuar me kujdes të veçantë, jo vetëm mjekësor, por edhe administrativ. Kishte presion neurologjik i cili manifestohej me dridhje periodike të duarve. Dridhje që vinin dhe shkonin, por me frekuencë gjithnjë në rritje. Mjeku tregon se kjo gjendje mund të menaxhohej me trajtim të duhur dhe pushim të mjaftueshëm, por dy elementet kryesor të trajtimit, qetësia dhe distanca nga stresi, ishin pikërisht ato dy gjëra që i mungonin Starovës gjatë viteve të fundit të jetës. Ai nuk ishte pushim, thot mjeku, dhe ka hidrim real në zërin e tij. Dhe ata që duhej ta mbronin nga stresi ishin pikërisht ata që prodhonin stresin. Kush ishin ata? Mjeku nuk i emron, por thot diçka shumë konkrete dhe shumë të rëndë. Ekzistonte një grup i vogël njerëzish, nga fusha e administrimit kulturor dhe fondacioneve, të cilët e dinin gjendjen reale shëndetësore të Starovës, e dinin se çfarë rreziku paraqiste stresi i vazhdueshëm dhe megjithatë vazhdonin ta ngarkonin me obligjime, me takime, me presione lidhur me projektet letrare dhe statusin diplomatik. Ai ishte arta e tyre, thot mjeku, duke zgjedhur çdo fjalë si kirurg zgjedh instrumentin. Dhe artën e tyre nuk mund ta linin të pushonte, sepse pushimi do të nënkuptonte reflektim, dhe reflektimi do të nënkuptonte vendime, dhe vendimet do të nënkuptonin rrezik. Rreziku, ajo fjalë sërish e cila kthehet si teli i daulles në gjithë këtë histori. Rreziku për kë? Rreziku se Starova, pa ngarkesën e obligjimeve të jashtme, do të gjente kohë të mbyllte atë faqe të papërfunduar. Do të gjente kohë dhe forcë dhe guxim të shkruante fund. Dhe fundi do të ishte fillimi i shumë gjërave që të tjerë nuk donin t'i shihnin filluar. A nuk është kjo mënyra më e rafinuar e censurës? Jo të ndallosh lapsin, por ta raskapitësh dorën që e mban. Dhe tani, pas gjithë kësaj, rrugtimi nëpër dekada dhe dokumente dhe emra gjysmë të thënë, duhet të hyjmë brenda asaj dhome ku pak njerëz kanë hyrë ndonjëherë dhe asnjë nuk e ka përshkruar ndonjëherë plotësisht. Dhomen e fshehur të botës së Starovës. Atë vend ku njeriu i madh i letërsisë shuhej çdo mbrëmje dhe mbetej thjesht Luani, njeriu i friksuar dhe i lodhur dhe krejti vetëm me të vërtetën e tij. Ka ekzistuar, dhe sipas burimeve tona ekziston ende, donse me funksion tjetër sot, një apartament i vogël në lagjen e vjetër të Shkupit, afër qashisë historike. Apartamenti marrë me qira me emrin e një personi tjetër, person që nuk ishte lidhje me botën letrare apo diplomatike, person i zakonshëm, i cili nuk e dinte saktë se kush rrinte aty ndonjëherë dhe pse. Banorët e asaj rruge e njihnin vizitorin si njeri i moshuar dhe i qetë që vinte her pas here, zakonisht pas dite herët, zakonisht vetëm, dhe rrinte orë të tëra. Çfarë bënte Starova aty? Askush nuk mund ta thotë me siguri absolute, por personi i cili mbante apartamentin me emrin e tij dhe i cili sot i moshuar vet pranoi të flasë me ne me kusht anonimiteti të plot, thotë se vizitorin e gjente gjithnjë me letrat shpërndar mbi tryezën e vogël të kuzhinës, letrat e mbuluara me shënime, me nënvizime dhe shigjeta dhe skica të hartuara me stilolaps. Jo do shkrime letrare, theksoi ai, jo proza, jo poezi. Ishin si planeta të lidhura me vizatime, emra dhe data dhe shigjeta ndërmjet tyre, si harta e diçkaje. Harta e diçkaje.
Harta e asaj rjete të kontrollit intelektual dhe financiar dhe politik që Starova kishte identifikuar me vite mbledhje materiali. Atje, larg syve të fondacioneve dhe klauzollave dhe miqve me gënjeshtra të rafinuara, ai punonte. Atje ndërtonte argumentin e fundit. Dhe atje, sipas personit ton, erdhi edhe mbrëmja kur Starova u largua dhe nuk u kthye kurrë. Me shënimet ende të hapura mbi tryez, me lapsin ende pran letrës, me gotën e çajit ende gjysmë të plot, si të kishte menduar të kthehej pas pak minutash. Ai apartament, ajo dhomë e fshehtë e mendimit të lirë, u zbulua nga familja muaj të tëra pas largjimit të tij, kur qelësi u gjet ndërmjet sendeve personale. Familja nuk foli kurrë për të publikisht. Pse? Dhe çfarë ndodhi me letrat mbi atë tryez? Ka edhe një hollësi e fundit. Hollësi që personi ynë na e rrëfeu me hezitim të dukshëm, si dikush që ka mbajtur diçka gjatë dhe nuk është i sigurt nëse bën mirë ta lëshojë. Se mbrëmja e fundit kur e pa Starovën në atë apartament, disa muaj para largjimit të tij, shkrimtari kishte folur shumë pak, kishte punuar me shënime por pa nënshkrimin e zakonshëm të energjisë. Dhe para se të largohej duke veshur pallton të dera, kishte kthyer kokën dhe kishte thënë, jo me ton dramatik, por me tonin e rëndom të atij që vëren kohën, mos i prek letrat. Nëse nuk kthehem, mos i prek askush, por mos i hivni. Ishin fjalë që ai kishte thënë edhe herë të tjera. Zakoni njeriut që kishte jetuar gjatë dhe e dinte se çdo largim mund të ishte i fundit. Pastaj doli, dhe dera u mbyll prapati me atë tingull të qetë dhe definitiv të derës që mbyllet kur nuk pritet kthimi i shpejt. Cila ditë ishte ajo? Cili muaj? Dhe letrat, a i preku dikush pavarësisht porosisë? Kan kaluar vite nga dita kur Luan Starova e la lapsin mbi tavolinë dhe u largua nga kjo botë pa e mbushur fjalinë e fundit. Kan kaluar vite dhe Ballkani, ai Ballkan të cilit ai kishte kushtuar çdo fjalë dhe çdo frym të jetës krijuese, vazhdon rrugën e tij me të gjitha pllagët dhe me gjithë madhështinë e tij të çrregullt. Por diçka ka ndryshuar. Diçka ka ndryshuar që kur Starova u largua, dhe ndryshimi ndihet jo në statistikat kulturore dhe jo në listat e bestsellerëve. Ndjehet në heshtjen e caktuar njerëzore, në atë vend të zbrazët ku dikur kishte zë. Bashkëpunëtorët e tij, ata pak që mbetën, ata të cilët nuk e zun gojën nga frika dhe nuk e harruan nga komoditeti, tregojnë se pas largjimit të tij gjërat nuk erdhën gradualisht, por me shpejtësi. Projekt pas projekti që kishte mbetur i pezulluar papritur, filloi të bllokohej nga rënja. Hullumtuesit e rinj të cilët duan të punojnë mbi do shkrimet e papublikuara, gjejnë mure institucionale ku duhej të gjenin dyert të hapura. Arkivat makedonase dhe shqifolse të cilat mbajnë dokumentet e lidhura me çmimet dhe kontratat ndërkombëtare të Starovës, arkivat ku duhej të gjendej gjurma e çdo marrëveshjeje dhe çdo pagese, kanë zbrasti kronologjike që bien në sy. Periudat të caktuara janë të inventarizuara, dokumentet mungojnë ose referohen pa shpjegim tek arkiva në restaurim. Kjo nuk është neglizhencë, kjo është metodë. Por metoda ka anën e vetë të cenueshme, ka njerëz të gjallë. Dhe njerëzit e gjallë, ata që dinë dhe kanë parë dhe mbajnë prova, plakin. Dhe kur plakin, disa heshtin më fort, por disa të tjerë, ata me ndërgjegje të rënduar dhe me ditë të numëruara, flasin. Mirela foli, mjeku foli, personi me apartamentin foli, profesori me zarfin, ai profesori shkupit që mori zarfin nga duart e Starovës me porosin hape, pasi të kem shkuar, edhe ai foli. Ne e takuam. Dhe na tregoi se zarfi mbante brenda vetes një letër të shkruar me dorë, 3 faqe të dendura, ku Starova kishte skicuar strukturën e plot të projektit të fundit, emrat, datat, dokumentet referuese, vendodhja materialit. Ishte udhëzim, ishte trashëgjimi, ishte faqja e fundit që lapsi patikota shkruante para se të binte. Dhe ajo letër e tretë e zarfit, mbaron me fjalinë. Nëse ti lexon këtë, nëse kjo kohë ka ardhur, dije se Ballkani nuk ka nevojë për zëra të rinj. Ka nevojë për guximin ta dëgjoj të vjetrin. Miku i parë, ai Juda i heshtur i kasetës audio. Çfarë ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe? Ky është moduli i fundit dhe i domosdoshëm i historisë, sepse çdo tradhti ka epilogun e vet, të drejtë ose të padrejtë, të vërejtur ose të pashprehur, por gjithmonë të pranishëm si hije. Sipas rrëfimit të kombinuar të burimeve tona, Mirellës, mjekut dhe personit të tretë i cili dëshiron të mbetet anonim, personi i cili ishte besniku i parë i Starovës dhe tradhtari i fundit i tij, ai njeri i cili mbante kontaktet me fondacionet ndërkombëtare dhe kishte qasje në mekanizmat e kontrollit të doshkrimeve, ka jetuar pas ngjarjeve me gjithë dinjitetin zyrtar. Ka marrë nderime kulturore, ka dhënë fjalime me emrin e Starovës në gojë, duke e kujtuar si kolegu i nishquar dhe miku i paharrueshëm. Ka qenë i pranishëm në ceremonitë e kujtimit,
ka vënë lule dhe ka ullur kokën me pikëllim të dukshëm. Dhe sipas burimeve tona, ka vazhdon ende, të administrojë disa nga të drejtat financiare të lidhura me veprat e Starovës, nëpërmjet strukturave juridike ndërkombëtare që janë mjaft komplekse për ta bërë sfidueshme çdo kontestim ligjor. A ka pasur drejtësi? Jo atë drejtësi të shpejtë dhe të dramatis me të cilën njerëzit duan të imagjinojnë mbylljen e historive. Jo gjyq, jo skandal publik, jo rënje teatrale. Ka pasur vetëm ato gjëra të vogla dhe të rënda, me të cilat ndërgjegja komunikon vetëm me veten. Ata njerëz, të cilët e njihnin të vërtetën, e ndaluan t'i shtrëngonin dorën. Emri i tij filloi të mungoj gradualisht nga bashkëbisedat e nderimit të vërtetë. Ishte i pranishëm në formë, por i zbrazët nga substanca. Dhe sipas burimeve tona, ka pasur takime private, jo zyrtare, ku familja e Starovës dhe avokati i trashëgimisë kanë paraqitur kërkesa të dokumentuara lidhur me llogaritjen financiare të fondeve. Nuk dim se si përfunduan ato takime, por e dim se kanë filluar, dhe fillimi është gjithmonë formë drejtësisë. Madje edhe kur rruga drejt saj është e gjatë dhe e errët. Kjo është pikrisht historia e Ballkanit, historia e drejtësisë që ecën ngadalë si pllak mbi gur të lagur, duke mos lënë të kuptohet nëse do të mbërrijë ndonjëherë ose nëse do të rrëshqas përpara se të arrijë. Starova e dinte këtë. E kishte shkruar me mijëra mënyra të ndryshme në çdo libër. Kuptoi se edhe ai vetë ishte duke u bërë pjesë e asaj historie, jo si tregues i saj, por si subjekt. Jo si pena, por si letra mbi të cilën historia shkruante. Dhe ky kuptimi i personalitetit tënd si material historik, jo si aktor i lirë, ishte ndoshta gjëja e fundit dhe e rëndë që ai shkroi me dridhje mbi atë faqe të fundit të bardhë. Ajo fjali e papërfunduar mund të ketë qenë shumë gjëra, por ne besojmë, me gjithë peshën e provave dhe gjysmë provave dhe dëshmive dhe heshtjeve, se ishte kjo, tentativa finale e njeriut për ta vendosur veten brenda historisë që ai vetë kishte rrëfyer gjatë gjithë jetës. Tentativa për t'i thënë botës, edhe unë isha aty, edhe unë e dija, edhe mua më ndodhi. Luan Starova u largua pa e mbushur atë fjalë të fundit, por le ta mendojmë kështu, sepse edhe ai vetë do ta mendonte kështu, i besojmë. Ndoshta fjalia e papërfunduar nuk është dëshmi e disfatës, por test i kohës, test për ne, për ata që lexojmë dhe dëgjojmë dhe mbajmë mend, test nëse jemi ne ata që do ta plotësojmë. Sepse Ballkani nuk ka nevojë vetëm për shkrimtar të mëdhenj, ka nevojë për lecues të guximshëm, lecues që nuk rrin duar kryq kur lapsi bie, por e marrin atë dhe vazhdojnë fjalinë. 3 prova ekzistojnë akoma: ditari brenda enciklopedisë frëngje, kaseta e Mirelës në vendin e fshetë pa adresë dhe letrat mbi tryezën e apartamentit të lagjes së vjetër. 3 rrugë drejt fashës së fundit. Dhe pyetja e vetme që mbetet pasi të gjitha fjalët janë thënë, është kjo. Kush do të guzoj t'i bashkoj? Kush nga gjenerata e re e studiusve dhe gazetarëve dhe mendimtarëve të Ballkanit ka guximin të marrë atë lapsin dhe të shkruaj atë që Starova nuk pati kohë, ose nuk ju la kohë ta shkruaj? Sepse ai nuk shkroi për veten, ai shkroi gjithmonë për ju. Miq, dhe tani ju pyesim drejt për zdrejti, si e mbani mend ju Luan Staroven? A ishte ai për ju thjesht një emër në bibliotek, apo ishte zëri ai i cili ju shpjegoi se kush jeni dhe nga rrini? A ishte viktime një sistemi që nuk e duroi të vërtetën, apo kishte edhe ai vetë momente kur heshti kur duhej të fliste? Mendoni mirë dhe shkruani mendimet tuaja në komentet poshtë këtij videoje, sepse na intereson shumë ta dimë. A e kujtojnë Luan Staroven atje ku jetoni ju? A leksohet ai ende nëpër shtëpitë dhe shkollat tuaja? Apo tashmë është duke u bërë gjithnjë më i rrallë, si gjithë ata zëra të mëdhenj që sistemi i miraton vetëm pasi nuk mund t'i ndalojë dot më? Nëse kjo histori ju preku, vini lajkun si shenjë nderimi ndaj gjithë atyre njerëzve që folën me guxim kur mund të heshnin. Dhe abonohuni nëse dëshironi të dëgjoni edhe histori të tjera të vërteta, ato histori që librat zyrtar nuk i shkruajnë dhe rrjetet sociale i harrojnë, por njerëzit e mbajnë gjallë me kujtesën e zemrës.